Plazhi Velipojës është zavtuar nga mbetje të ndryshme, ku duket se rreshjet e ditëve të fundit kanë bërë që natyra të përcjellë një mesazh hakmarrës kundrejt dorës së njeriut. Kukuta të fundit të pandërgjegjshëm për dëmin që ka shkaktuar kanë hedhur mbetje të ndryshme ndër vite, duke bërë që natyra të na i kthejë sërish mbrapsht. Plastik, materiale inerte dhe mbetje të ndryshme urbane janë panorama që ofrohet aktualisht në plazhin e Velipojës, një nga destinacionet më të frekuentuara verore, po përballet me katastrofë mjedisore, pasi e gjithë vija bregdetare është e mbushur me mbeturina, të cilat deti i kanë nxjerrë në breg gjatë rreshjeve intensive. Sipas aktivistit Mirsad Basha nga organizata Ekomendje, kjo situatë është pasojë e veprimeve njerëzore ndër vite, nga hedhja pa kriter e mbetjeve në lumenj dhe dete dhe se përbën një katastrofë mjedisore. Prej të Rana Hellën, pra që është një pikë kufitare me Shëngjinin, e deri në derën e Bundit, Bregdeti është i mbushur me meteorina. Nuk tham që mund të jetë hera parë që ndodhen këtë mënyrë, pra një katastrofë vërtet mjedisore. Për fatin e keq është shumë e tmerrshme sepse normalisht ndikan jo thjesht tek turizmi, sepse ata se s'van duhet më pastru, por ndikan edhe tek biodiversiteti, tek mjedisi. Ne kena çuar në dy gjëra, jo vetëm një katastrofë mjedisore, por një katastrofë njerëzore. Faktikisht nuk është një dështim aktual i momentit, sepse ata janë mete, janë shishe, janë plastika cilët ndër vite janë hell natyrës, pra nuk ka se është momenti që ka ndodhi tash Velipojës. Për të përmirësuar situatën, është planifikuar një aksion pastrimi plazhit nga aktivistët më 10 vjetor. Në që momenti janë dy pika më bë, janë mu aktivizu dhe me bë një aksion të madh pastrimi, të cilët jena duke organizu, bashkëpunim edhe me Bashkinë Shkodër. Me datën 10 vjetor bëjmë si çdo aktivist, çdo institucion, çdo organizatë, shkollë e tjerë që më bashku tek janisëm me pastru sepse kena fatin që shishet janë kthyme prej natyrës afër nesh, ne që i kena hallat natyrës, pa do ta pastrojmë ose mbrapa atë pjesa e dytë, duhet vetë institucione që me fillu monitorimet sa më të mëdha. Aktivistët apelojnë gjithashtu tek qytetarët që të tregojnë më shumë përgjegjëshmëri dhe të mbrojnë mjedisin duke hedhur mbeturinat në vendin e duhur.